Përshëndetje të gjithëve, ne jemi Trade Castlevania. Kanali jon tani është përmendëm dhe herën e parë që e kemi ndryshuar emrin, por podcasti do të vazhdoj me emrin Trade Castlevania dhe si çdo javë jam unë Henry që diskutojmë për tregun, për analizën e tregjeve financiare, do të shikojmë disa analiza në kryesore, Bitcoin, do të shikojmë Ethereum, stocks, kemi pas një javë me të vërtet vështirë, por një javë edhe pozitive për Goldin dhe Silverin që ne i kemi tregtuar dhe kemi arritur të marrim ato profitet e duhura. Përshëndetje Henry. Përshëndetje Kleo, po ka qenë një javë që ka filluar për mendimin tim negativ, që na fundjava e kaluar. Ishim të dielën, shtunën të dielën filloi tregu të shiteshe pak ndikimi i Trumpit, ato tarife që Trumpi kishte planifikuar. Dhe solli le të themi një shitje më thellë dhe një hapje të tregut shumë negativ në fillim të javës. Ishte dhe i mbyllur tregu të hënën, apo jo? Ishte ditë pushimi, po. E ka marrë gjithë vëmendjen, e ka marrë Trumpi këto 2 vitet e fundit. Ka vajt gjithë vëmendja tek presidenti i Amerikës. Po, në gjitha fushat, edhe në treg, në gjeopolitik, normalisht janë të lidhura. Ka marrë vëmendjen Trumpi dhe kemi pas atë shitjen që ka ardhur duke filluar që nga e hëna, por flas për indeksin kanadez, ka qenë i hapur, ai Hong Kongut po ashtu që unë i tregtoj. Kemi pas një shitje dhe pastaj e marta që normalisht frika përpara takimit të Trumpit ishte i mërkurën, mos gaboj, në Zvicër. Po. Dhe gjithë prisnin se çfarë do thoshte ose do diskutonte për tarifat. Po. Dhe ashtu që kemi diskutuar ne te podcasti kaluar, por dhe unë te Discordi, tarifat u hoqën. Dhe ishte një gjë që tarifat ndiheshin që ishte një mënyrë për të negociuar, gjithmonë janë një mënyrë për të negociuar Trumpi, përdor pak agresivitet në negociata, dhe Europa, me situatën e vetë që ka Europa, vendosi që do t'ja jepte le të themi Greenlandën, por jo në atë mënyrë që çdo gjë të ishte në punësinë e Amerikës, po do ishte thjesht shfrytëzimi i burimeve natyrore dhe besoj unë edhe një bazë ushtarake atje. Këtë gjë kam thënë të hënën dhe të martën në grupin e Discordi që është Novice Hunters, kam diskutuar edhe te Telegrami, që vështirë që Amerika ta pushtoj, le të themi, ose ta marrë komplet Greenlandën, ku ka një shtet veç Greenlanda, ku është, le të themi, gjysmë e lidhur me Danimarkën. Vetëm gjë që mund të bëj është një marrëveshje me Danimarkën, që është për të pasur një bazë ushtarake strategjike, po që ndodh ndonjë luftë ose diçka midis Rusisë dhe Amerikës ose shtetet e tjera, duhej kjo bazë, dhe të shfrytëzonte mineralet edhe burimet natyrore që ka Greenlanda. Kjo ishte, le të themi, strategjia e tij për të bërë këtë gjë, dhe Europa ja ka pak a shumë ka rënë dakord që do bëhet kjo gjë, është thjesht çështje tani të qartësohet si dhe kur do bëhet, le të themi, hyrja e Amerikës në Greenland. Gjë normale, sepse Amerika këtë lloj metode ndjek gjithandej, vetëm në Venezuelë që pati atë, le të themi, iku dhe rrëmbeu presidentin e Venezuelës sikur ishte një kalama, dhe mori me vete në New York, që e çon në gjyq. Vetëm në Venezuelë ka treguar, le të themi, dhunë dhe një farë situate, le të themi, jo normale në aspektet e diplomacisë internacionale që bëhet në normale me midis shtete, që asnjëherë nuk rrëmbehet presidenti një shteti në atë lloj mënyre, ishte pak qesharake, themi drejtën, por kjo është situata. Irani, situata në Iran është
ngadalësuar pak, nuk ka dhe temi ato impaktet që ka pasur, me sa duket shteti iranian ka shujtur protestat, sepse nuk ka pasur mbështetjen amerikane grupi i protestuesve, shumë njerëz janë vrarë atje. Por sa kam dëgjuar, se kam parë sa intervista të ndryshme, ka shumë individ që janë pjesë shteti iranian tani që kanë krijuar plan le temi për të dalë nga Irani në situatën që bëhet një revolucion. Kështu që po përgatitemi për situatën më të keqe të ato atje, ndoshta je shumë afër një shndrimi total Irani, se shikojnë vetë ato situata atje, po shumë persona kanë folur për këtë gjë që po përgatiten shumë njerëz në nivel më të lartë të shtetit iranian, dhe mund të ketë themi ndoshta edhe ndonjë ndërhyrje nga Amerika. Vështirë kjo gjë sepse besoj që do vështirësoj shumë situata gjeopolitike. Po, shpresojmë dhe mos ndodhi. Të jetë pak le të themi një revolucion të mbrëmshëm që bën vetë njerëzit iranian, populli iranian atje për të shndruar, le të themi për të ndryshuar regjimin. Kjo është situata gjeopolitike, tarifat ishte le të themi tema kryesore, asgjë tjetër le të themi interesante. Duhet patëm po, çfarë? Unë doja të pyesja për shkakun për rritjen e goldit edhe të silverit, të dyja all time high. Si e shikon ti për shembull këtë rritjen e floririt, po them, si aseti më i sigurt që njerëzit investojnë? Çfarë pritet? Se gjithmonë që rritet floriri ka diçka mbrapa që vjen pak me vonesë. Ndava të Discordi, mendoj që me këtë situatë mund të jetë le të themi shkaktari i një kreshi goldi, sepse kur kam parë grafikat e më pashme që ka arritur në këto nivele goldi, për shembull RSI-ja mbi 50 për X ditë, nuk di sa ishte, më shumë se sa 50 sa ditë, dhe gjërat e tjera që kanë ndodhur në ana e indikatorëve të ndryshme që mund të analizosh, ka pasur një rënje të thellë mbas asaj, ose një dip të thellë, dhe mbas një rritje të jashtëzakonshme të floririt dhe të floririt kryesisht, ka pasur një kresh. Ka ardhur kreshi, le të themi kresh kryesor, po flasim 2000-shin, 2008-ën, shumë e rradhë. Dhe mendoj që mund të kemi tani, jemi shumë afër një vale për poshtë, edhe 2026 është mbarimi i ciklit bull që ka filluar në fillim të 2022-shit. Në fund të 2022-shit, fillim 2023-shit. Mbaron cikli këtë vit. Dhe këtë vit do bëhet, mendoj unë, ndonjë surprizë, ndonjë ngjarje që do uli tregun shumë thellë, mendoj, një farë kreshi. Mendoj që mund të jetë AI, sepse shumë është folur për AI, janë fryrë gjithë aksionet, ose bubble. Eksakt, është i bërë si bubble. Dhe kemi dhe vlerësimet e kompanive. Vlerësimet e kompanive janë të jashtëzakonshme, në nivele shumë të larta. Dhe e bën tregun le të themi që kompanitë janë të mbi vlerësuar për çmimet reale që përshiten aksionet, me idenë që këto kompanitë do arrijnë le të themi rritje të shërbimeve dhe kërkesë. Por konsumatorët kanë parë një statistikë që konsumi është rritur dhe blerjet janë rritur vetëm te top 20%, që ato persona që kanë të ardha dhe janë te top 20%. Te 80% është ulur në mënyrë dramatike konsumi. Konsumi bazik, po flasim edhe rrobe, gjëra bazike për jetën e përditshme. Normale që njerëzit blejnë kur ka një jetesë më të mirë në personi, do për shembull të blej një televizor më të mirë, do të blej një lavatriçe më të mirë për shtëpinë, do të blej diçka për shembull gjëra konsumi, janë ulur blerjet në këto, pastaj rrobe, gjëra të tjera. Dhe ka qëndruar pak në rritje në përgjithësi, por rritja ka qenë shumica nga top 20%, që persona më të pasur, jo në 80% që është përfshirë le të themi
në nivele pak më të ulta. Tregon prap problem në gjendje ekonomike. Kështu që AI këto që do ndodhin janë pak të fryra, mendojnë, gjithë tregu është i fryrë dhe janë pak si falso. Mendimi im, unë po përgatitem për një crash këtë vit, të më drejtën. Tani se kur do vija i crash nuk e di. Do ta analizojmë çdo ditë. Por kjo është gjendja e Floririt. Ty si duket Floriri, Kleo? Unë mendoj që po, shumë i blerë, flasim duke parë në siç e analizojnë në tregun, por çfarë është kjo zonat e 5000, ku akoma nuk e ka thyer, domethënë për një aty vajti diku te 5000, që gjithë e prisnin ndoshta që para disa kohësh, para disa muajsh, që në verë ndoshta e presin këtë tek profit e kanë te 5000 dhe sa shkon aty domethënë refuzohet dhe shitet, sepse shumë persona shesin, por çfarë mund bënin institucionet? Mendimi im është gjithmonë që e çojnë 5000, mbi 5000, 5100, 5200 ndoshta, fusin tregtar të tjerë në lojë dhe pastaj e ulin. Po. Ky është mendimi im, domethënë tek Goldi. Do ishte me të vërtet lëvizje e zgjuar dhe po. Besoj se ashtu do ndodhi. Mund vi dhe kjo javë në rritje, ndoshta e hënë e martë e mërkur dhe pastaj mund kemi një ulje graduale, mund shitet jo agresive, por një ulje mund gjej pasaj konsolidim suport në një zonë pak më të ulët. Po. I gjithë tjetër që do të dini për Florin, ka rezerva sa dush Floriri. Thjesht që nuk janë minuar. E dyta është që është rritur dhe vazhdon të rritet, por do thatë kërkesa mas i farkohe. Sepse që do bëjmë banka qendrore kur kanë blerë çdo gjë. Pro momentin është një kërkesë e madhe e tregut nga frika, por thatë kërkesa, sepse mbaron kërkesa. Aq njerëz ka, aq tregtar ka që dëshirojnë që ta blejnë dhe ta akumulojnë, ta mbajnë Floririn. Se ideja këtu është që arsye pse po rritet është që ka tregtar që po e blejnë dhe po e mbajnë. Do ta mbajnë afat gjatë për gjithmonë. Por vetëm një sasi personash do kenë mundësi që të blejnë Floririn dhe ta mbajnë gjithmonë. Të duhet dhe asete likuide, duhet edhe likuiditeti në treg. Dhe është i detyruar tregu që edhe mbas dhe themi tharjen të kërkesës, mbarim të kërkesës, të ulet, sepse vetë njerëzit duan të marrin prap lekët e veta ose fitimet e veta. Dikush do dali me fitime, dikush do dali me humbje. Kush del me humbje, ai që ka blerë në këto momente ose në këto rritje, dhe themi këto 10-15% të fundit. Duke bërë dhe pak mediatike kjo pjesa, sidomos e Silverit, që po rritet 40% vetëm në janar, duke përfolur nga shumë persona dhe nga ata që nuk ja kanë idenë tregut, është pak problem tani kjo periudhë kohore, sepse këtu do me thënë që futen lojtar të rinj në lojë. Edhe kjo është pikërisht ajo që tregu do. Fusi lojtar të rinj dhe ti likuidoj, do marri ato paratë e veta, të tjerë që kanë blerë në zona më të ulta, do dalin nga frika, retail traders, sepse mendojnë që do ulet akoma më shumë, pastaj do bëj prap një val për lart, por gjithsesi unë një gjë kam sigur që ne do jemi aty për ta kap si long, si short, mos më intereson se shkon 10.000, se shkon 1.000, unë do t'i kap ato valet dhe kjo është... Intereson përqindja. Po mu më intereson përqindja, me fakte i kemi treguar dhe në Telegram të grupi që kemi, po dhe në Discord me çunat i kemi diskutuar dhe për mua shumë mirë edhe Silveri dhe Goldi. Po, jemi në një fazë euforike. Këtë do dim, që do të dëgjojnë shumë qartë. Jemi në një fazë euforike, jeni në majtë e euforisë. Ose ndoshta mund të jeni dhe në mes të euforisë. Por nuk është momenti i dur në mes të euforisë të blini afat gjatë. Është mirë të tregtoni afat mesëm, afat shkurtër, varet se sa ka akoma tregu kërkesë, por në majtë e euforisë është si ajo kur i kena këto
roller coaster që mbahen, edhe që Ja, tani ti je këtu lart, do po zbret. ngrihen ajo tani. Tani ajo do të sillet, do të vi prap poshtë, është ligj natyror. Do të Që ti je prap lart. graviteti e sjell prap poshtë. Kështu që është do të keni kujdes me këto lloje, me këtë lloj euforie që e kemi parë me kripton vitin e kaluar, asgjë nuk doli. Jo altcoin, alt season, jo kjo ja jo, lodhje pa fund, më shumë se sa 12 muaj. Tani po shikoni me Florin, Flori ka hecur, por edhe Silver. Por kur të gjithë hyn dhe mundohen të hyn te varka, ç'a ndodh me varkën? Mbytet. Por mbyten të gjithë, kështu që kjo është situata. Ktu jemi me Flori dhe me Silver. Keni kujdes, mos u bëni në temi likuiditet për institucionet dhe ato që janë treguar më të zgjuar dhe kanë hyrë në momente më të dur, po që bëni tregtim afat shkurtër, keni mundësi sa dush në Flori dhe Silver këtë periudhë dhe në short dhe në long. Shortin e keni pak më vështirë se vazhdon euforia dhe do pak më kujdes në hyrje. Kleo, ndonjë pyetje tjetër, ndonjë pjesë që duhet më loje sot? Po, për ne i prekëm gjitha temat, domethënë kryesore më të rëndësishme. Për Goldin kisha atë pyetjen që ta bëra dhe për mua është më se mjaftueshme. Për ju që doni të dini çfarë mendoj unë për tregun, çdo ditë keni Discordi me pagesë vetëm 15 pound në muaj, linkun e keni më poshtë për shkrimin e videos. Është vetëm 15 pound në muaj. Hyni tani sepse çmimi do rritet shumë shpejt. Ka filluar të tregoj dhe portofolin tim aty mbas faktit i bën që mbas hyrjes të mia ndaj portofolin tim dhe ju tregoj çfarë kam dhe përqindjet që un jam plus ose minus të ato lëvizje, me idenë që t'u jap diçka me transparencë totale. Është një mënyrë dhe një mundësi e mirë për ju që të mësoni se si funksionon një profesionist, si menaxhon portofolin një profesionist, si gjeni ide dhe ndani ide, por dhe çfarë mendoj unë gjatë javës për tregjet. Për shembull, të martën kam darë që nuk besoj që tarifat do jenë, le të themi, të zbatuara. Është një mënyrë për të negociuar, e kam darë dhe këtë me screenshot në Telegram, dhe kam shpjeguar që mendoj mënyra më e mirë është të bëj negociatat me Grenlandën për të bërë një bazë ushtarake aty dhe për të shfrytzuar mineralet. Kam thënë këtë gjë. Dhe ajo gjë po ndodhi. Edhe kam hyrë në treg dhe kam lëvizur në treg me këtë lloj analize. Kur të gjithë kishin frikë, duhet ndish se si të manovrosh dhe të interpretosh situatat në mënyrën e duhur. Këtë gjë mundohemi ne të bëjmë këtu në podcast, por dhe e bëjmë çdo ditë të Discordi. Bëjmë me S&P, Nasdaq, Russell dhe VIX. Kam shpjeguar disa javë tani që kam bërë këtë vizatim dhe parafërsisht e kam mbajtur. Jemi tani në një rritje momentale, mund të gjejmë rezistencë këtu dhe mund të vazhdojmë dhe më thellë. Një gjë që të Kleo më tha sot është që mendoj që mund të shkoj tregu më short, dhe është mirë që të shikojmë ndonjë moment që ta kapim shortin tek këto zonat ose në dështim të zonës më lartë për të kapur ndonjë lëvizje për short. Dukemi okay, ka një kanal këtu në rritje, që janë këto dy vizat. Edhe po që do shkoj diku, do shkoj deri te 7100 e ca. Për momentin është okay, nuk më ka pëlqyer fare dhe themi që u shit të premten, të entëm dha diçka të portofoli im të premten u shit. Janë thjesht temi volatiliteti i tregut. Kam thënë me kohë që kemi qenë tetor që jemi në një situatë herë poshtë, herë lart, herë poshtë, herë lart, dhe kjo aktualisht ka krijuar një situatë negative te portofoli im për këto 3 muaj. Në fillim të tetorit kam qenë 101% plus dhe pastaj kam mbyllur me 64% në fund të vitit këtu. Dhe që atëre kam qenë akoma me paratë e mia. Kështu që nuk kam bërë ndonjë profit, isha plus 10% dhe pastaj pak tani kam ngelur profiti. Nuk është që kam ndonjë profit më. Sepse kur është tregu i tillë, është shumë vështirë që ide që ju tregtoni të kenë vrull dhe të vazhdojnë të formohen një trend.
grupi jonë e quajtur Trend Hunters për një arsye, sepse vetëm në trend bëni para. Kur është tregu i tillë, sideways me volatilitet kështu, kjo është një shenjë shumë negative dhe nuk na jep mundësi shumë të mira për të bërë për të nxjerrë profit nga tregu. Kleon, do i gjë për shtu këtu apo të vazhdojmë me Nasdaq? Te S&P 500 unë shikoj mendimi im gjithmonë atë ngritjen në fillim të javës dhe pastaj më duket më shumë për short, flas duke parë javorin se sa për long. Kështu që është pak situatë kjo zona e rezistencës këtu tek çmimi 6940 që ka arrit dhe këtë javë dhe javën e parë dhe nuk ka arritur ta thyej, ka të thotë diçka. Duke parë disa gjëra të tjera në treg, më shumë e shikoj probabilitetin që të shkoj për short këtë javë që vjen se sa për long. Po, ti ke fjalën. Duhet tregojmë të kujdesshëm. Po. Ke fjalën besoj për këtë harkimi që ka marrë të çmimi këtu për shembull. Ka qenë identik me këtë harkimin këtu. Po para mund të jetë një situatë, mendoj unë dashis. Mund të jetë, po. Dhe prandaj kam ndarë atë grafikën që unë kam vizatuar me idenë që t'ju jap ju vetë themi një ide se çfarë mund të ndodhi me tregun, ja ku i keni. Kjo është atë vizativ. Ja, këtë lloj gjë kam menduar që mund të ndodhe. Të shikojmë se si do na eci këtu. Po ke shumë drejt për javorin. Shikojmë tani Nasdaqun. Ja të mujorit e një editori. Nasdaqun e patëm kemi tani në një rritje dhe një rithyrje të vizës trendit këtu. Nuk duket keq, duket okay. Thjesht ideja është që a do shty për lart, kemi parë Nvidia që ka qenë në rritje. Nvidia që ka qenë në rritje dhe mund të bëjnë ndonjë val. Mund të bëjnë ndonjë val me ndonjë thyrje të vizës trendit këtu. Tani, ose këtë kanali, kjo është një bull flag këtu që ka bërë Nvidia. Shika. Një bull flag dhe tani po tenton të thyej. Po vazhdoj këtë javë për long, atëherë ne shkojmë deri te 209 dhe ndoshta edhe më lart dhe pastaj mund të kemi ndonjë lëvizje serioze në treg në përgjithësi. Kisha dhe diçka për të ndarë këtu mag, pjesëtim me Russell, Magnificent 7, ka si me Russell 2000. Dhe kjo mund na japi një ide që ndoshta këto kompanitë më të mëdha, kemi Mags, pjesëtim këtë. Dhe duket sikur të chartit dhe shikojnë tani, duket sikur këto shikojmë. Kapitali ka anuar për një periudhë që në nëntori, në këto dy momente ka qenë perfekte, që të pozicionohesh në Russell 2000. Ka anuar kapitalit të small caps, kompanitë më të vogla, me market cap më të vogël, edhe ka ecur mirë. Po njëkohësisht janë dobësuar dhe ka qëlluar kapitali jashtë këto kompanive më të mëdha si Nvidia dhe të tjerat. Mund të shikojmë gjithë chartë, mund të shikojmë me Microsoftin, me Apple, me këto të tjerat që kanë qenë të dobta. Dhe ka qëlluar kapitali. Tani, duke qenë që ka bërë një shtyrje shumë të lartë Russell 2000, mund të kemi tani një kthim deri tek një nga këto dy zonat jeshile, pa e ka kapur të parë, mund të kapë edhe dytën, ku kemi qëndrim kapitali prapë te këto kompanitë më të mëdha, 7 kompani më të mëdha amerikane me market cap, Nvidia, këto të tjerat, dhe kështu që mund të kemi ndoshta një mini trend te Nvidia, te Microsoft, te këto të tjerat. Kjo është një gjë që unë kam ndarë gjatë javës te Discordi. Dhe është shumë informacion i rëndësishëm. Janë detaje që nuk e shikojnë gjithë tregtarët.
këto gjëra. Këtë çakollim kapitali në këtë mënyrë ose të shikojnë këtë chart. Vlen shumë sepse mendoj që mund të shkojë deri këtu ose edhe pak më lart me një le të themi rotacion nga small caps te large caps prap. Dhe këto gjëra monitoroj unë dhe i ndaj te Discordi. Pandaj mendoj që Nvidia, kemi dhe më duket Microsoftin, të shikem pak Microsoftin, Oracle është më duket një nga ato kompanitë e tjera që është shitur shumë. Shikoje, Microsofti ka qenë në ulje dhe tani po rritet. Prafërsisht një informim me chartin që unë i tërgova pak më para. Kemi Oracle. Nvidia po ashtu, që është pjesë e Magnificent 7. Këto kompanitë besoj që do kenë një farë rotacioni pozitiv ose duke si u do kenë, probabiliteti po anon aty. Ja. Edhe Oracle mund të ketë diçka. Unë nuk hy me këto analiza vetëm, po janë orientuese. Janë orientuese për të ditur se ku mund të bëj rotacionet kapitali. Shumë rëndësishme kjo pjesë. Këto lloj analizash do të bëni dhe ju, po që doni të dini çfarë analize bëj unë, bëni pjesë e Discordit. Russell 2000 tani besoj që të bëjmë analizë. Kleo, kishe diçka për shtu te Nasdaqu? Mendoj që Jo, është okay, është okay. Bëjmë Russell 2000 dhe ja ku keni Russell 2000, çfarë ndryshimi ka charti i Nasdaqut, që përfshin më shumë këto të mëdhajat, dhe charti i Russell 2000 që është small cap, ka pasur rritje, një val, dip, dy val. Tani ka ulje. I bin që ne kemi potencial që mund të shkoj, ku kam atë të vizatimit, mund të shkoj deri këtu, dhe pastaj na bëj diçka, ishte ideale dhe perfekte për Russell 2000. Pastaj po shkoj deri këtu, do kemi një val shumë të mirë të large caps. Sepse do bëhet rotacioni nga small caps te large caps. Këto dy alternativa për shikon. Këto dy mundësi dhe ja ku e keni këtë le të themi zonë që unë kam përcaktuar të vizat trendit për këtë arsye, për të shikuar ku do bëhet rotacionet. Dhe unë vetë personalisht kam parë ulje të portofolit im të premten kur Nasdaqu ka qenë lart. Pse? Se janë pozicionuar të small caps. Po monitoroj situatën. Do të menaxhojmë dhe të minimizojmë rrezikun në small caps. VIX ka pasur një rritje të volatilitetit, por gjatë javës mbas kësaj hapje të marrën negative, le të themi në rritje këtu, është ulur dhe ka ardhur prapë te zona, por ka mbajtur këtë zonë dhe mund të bëjë le të themi këto të vedhat tregu që është herë poshtë, herë lart, të bëj kështu. Pastaj na duhet një val e mirë për poshtë, që të na japi ndonjë profit. Vetëm në uljet e volatilitetit kemi profit. Vetëm në këto ulje kështu. 9.15 kemi mundësi të përgjithshëm të tregut të ketë një rritje tregu. Unë mendoj ta lej me kaq, Kleo, si mendon? Okay. Për më shumë, ju ftoj të gjithë që të bëni pjesë të Discordit. Realisht do merrni gjëra me vlerë. Ju kam dhënë disa shembull këtu se çfarë merrni. Dhe je vlen që të paktën të keni një pamje të përgjithshme të tregut dhe gjendjen makroekonomike dhe të tregjeve të aksioneve, kriptove, metale dhe mallrave kryesor të gjithë. Të çdo tregu në mëloj aty. Linkun e keni më poshtë te përshkrimi i videos. Tani do bëjmë analizën e kriptos, do fillojmë me Bitcoin, me Ethereum, dhe mund të bëjmë ndonjë analizë të dominancës të Bitcoinit, por nuk besoj që vlen këtu për momentin, sepse nuk është tregu në përgjithësi në rritje. Duhet më mirë dominanca të analizohet mbas rritjes të gjithë tregut, një val ose një ecuri për lart tregun në përgjithësi, dhe pastaj të shikosh që po bën rotacionet nga
Bitcoinit e altcoins? Edhe janë të gjithë në rritje njëkohësisht? Po. Po bëhet rotacioni? Po, atëherë jemi në një alt season në coins ose një rritje në altcoins. Bëjmë pak tani analizën. Bitcoini vazhdon të respektojë zonat kryesore, ja ku e keni vizën e trendit në rritje mbas thyrjes këtu, ka bërë rezistencë të 91 dhe është interesante se unë kam folur me Kleon dhe me njëra çunat e tjerë të Discordit për këtë gjë, që më bëri pyetje privat te grupi me Kleon. Dhe më tha ku e shikon kritën, i thash do shkëdete 91 aty do të tregtojnë bears prap. Ajo gjë u bë ku direkt u shit këtu. Po kjo shitje nuk është të thënë që kjo shitje tani është e sigurt që do ketë një lëvizje deri te 82-shi. Kemi akoma një viz trendi tjetër. Kjo është kjo këtu, që duhet të shikojmë me kujdes. Okej? Pa u thënë kjo, prap, dhe që të qëndroj çmimi në këtë viz trendi, nuk ka probabilitet të lartë për këtë lëvizje. Duhet të jetë thyrje dhe pastaj ndonjë qëndrim. Te çfarë lloj orari që mund të traktoni, keni orar më të afaqshurt. Dhe këtë mendoj unë që po nuk u thy kjo, atëherë çfarë ndodh? Do ritestoj 91-shin dhe kjo zonë mund të vendoset animit tregut prap. Se po e ritestoj këtë dhe një herë të dytë dhe reziston, rritet probabiliteti për bën lëvizje kështu, rritet probabiliteti për një lëvizje pak më thellë. Pastaj po hiqet këtu, qëndron për lart, bën një bounce, kemi probabilitet për rritje. Po kjo është tani një zonë që duhet monitoruar. Do të kuptoj që shitja u bë nga tarifat tani nuk ekzistojnë, kështu që do të ndryshoj rrethanat e tregut. Ndoshta po. Ndoshta tregu është më i sigurt se sa mendojnë njerëzit. Këtë po shikoj dhe unë te Bitcoini, thash dhe javën e parë që i duheshe një lëvizje long të paktën deri te 107.000, po kisha atë zonë e rezistencës te 98.000 ku u thith direkt, domethënë aty u shit dhe faktikisht unë prapë ecë me idenë që i duhet një lëvizje long. Më pëlqen ky konsolidimi që ka krijuar editori dhe me çfarë shikoj unë ka më shumë probabilitetin për të vazhduar edhe një herë këtë valën që ka nisur dhe por i testoj edhe një herë zonën 91, edhe mund ta thyej me vrull deri tek një çmim, pastaj shikojmë. Ndoshta edhe një herë te 98.000 do ishte mirë, por po. Edhe 98-ën e kapëm. Po, unë shikoja për më afatgjate, doja pak më lart, tek 107. I duheshe kjo lëvizje, po nuk e bëri, dhe ndoshta mund ta bëj tani. Po, unë mendoja që një dip normal merrna strukturave që kishte tregu, dhe ishte 93 javën e kaluar, këtë diskutova unë tani me tarifat që u ashu, nuk e majti atë strukturë dhe unë shita të këto zonat këtu. Edhe dola me profit javën e kaluar nga pozicioni jem. Edhe pasaj bëri likuidime tregu. Bas daljes time bëri likuidime tregu, se besoj që kanë dalë edhe tregtarë të tjerë. Dhe tani jemi në ristrukturim dhe kjo është 91-shi. A do bëj rezistencë, a do thy strukturën këtu, do të analizojmë mirë këtë zonë gjatë javës dhe çdo ditë unë ndaj një chart të Bitcoin dhe të Ethereum të Discordi, kështu që bëni pjesë dhe shikoni çfarë mendojnë gjatë javës, është shumë e thjeshtë kjo pjesë. Po që keni besim të informacionit që unë ndaj, asnjëherë mos keni verbërisht, do të bëni dhe ju kërkimet e tuaja, analizat e tuaja. Po që keni besim, doni dini informacionet, keni mundësi dhe akses. Dhe ja ku është situata, mendoj, kjo është çfarë do ndodhe. Tani po mendoj të flasim për Ethereum. Dhe Ethereum padi atë shitjen për tarifat. Pra do të mendojmë që tarifat tani po hiqen. Situata po normalizohet. Ja, ku e ke vizën e trendit që e theu. Dhe te ky tregtimi që kisha unë që shkoj deri te kjo zona që pata unë si zonë rezistence, u mendoja që mund vinte deri te kjo zonë.
pasaj mbas kësajt nuk më pëlqente fare. Kjo është situata. Kleo, si shikon ti, unë po shikoj se ku kjo do ketë një lëvizje short të ngadalë kështu. Kështu e kam darë, shikon? Ne kemi dy skenarë të ndryshme që po na formohen. Një te Bitcoini që mund të jetë pak me probabilitet më për long më shumë, po mund të rezistojë te 91-shi prap te zona dhe të vi prap për poshtë. Njëkohësisht kemi Ethereum që mund të vi deri te 3070 e ca dhe pastaj të shkoj pak më short dhe të ristrukturohet aty. Kështu po më duket mu, të paktën, po është për të parë se ne nuk trajtojmë thjesht me hipoteza ose me skenare që diskutojmë këtu. Presim dhe konfirmimet finale. Kur është tregu kështu 4 ditë rresht, në këtë mënyrë nuk ke asnjë gjë që mund të bësh aty, do presësh. Do lesh tregtarët e tjerë të bëjnë punën e vështirë, që puna e vështirë është të blesh dhe të lëvizësh çmimin në një anim. Edhe pse nuk ka anim fare. Aty lodhen tregtarët, edhe zakonisht digjen keq. Kurse ne presim të marrë animin, të na japi siguri të vrullit, dhe pastaj hym të tregtimi për të rritur probabilitetet e fitores. Jo gjithmonë do marrim maksimumin, po do marrim 1%, si kemi marrë këtu në fund. Ka që mendoj ta mbuloshim kripton? Dhe një tjetër, Kleo? Jo, te kriptat këto janë, nuk Okay. kemi ndajmë njëjtat mendime, njëjtat analiza dhe ndonjëherë shikoj më ndryshe normalisht, por ka ca gjëra të vogla që shikon ti, për shembull Bitcoinin, S&P që përmend sot që shikoj më shumë short të javore gjërat e tjera që unë si kam pa, them drejtën. Por parafërsisht mendoj që do bëj atë rritjen, do rrigjë rezistencë dhe gjithë tregu do shkojë për poshtë. Dhe tani, kështu po më duket. Që po qëndroj te shorti, ta animi pak më short këtu. Edhe pse e bëri long, po mirë që e bëri këtë long se i likuidoj shorts këtu. Tani mund të likuidoj longs, pastaj merr animin. Do të bëj këto gjëra tregu, është normale. Po mendoj ta mbyll me kaq segmentin ose po e mbyll me kaq segmentin e kriptos. Për më shumë informacione dhe analizat e mia për Bitcoin dhe Ethereum gjatë javës, bëni pjesë e Discordit. Për ju që nuk keni mundësi financiare dhe nuk mund të paguni çmimin 15 pound në muaj të Discordit, mund të bëni pjesë e Telegramit dhe të më bëni pyetje aty gjatë javës për çfarë gjë që ka të bëjë me tregtimin. Atëherë do fillojmë analizën e madheve dhe metaleve kryesore. Po mendoj ta filloj me dollarin si gjithmonë. Dollari është kryesor, kemi pasur një rënje të dollarit këtë javë, një ulje që ka rritur floririn, ka rritur metalet, ja ku e keni, shikojeni shumë qartë. Ulja e dollarit ka treguar që ne kemi një rritje të madhe kryesor dhe të metalet, sidomos metalet. Kjo ulje shikoj ekstrem këtu. Ulje diku te 0.8% e Dixi, që është shumë e lartë, sa e shikoni vetë sa pak ulë dhe rritet çmimi, dhe shumë agresive këtu. Tregon që ka diçka që nuk po shkon me dollarin dhe po pozicionohen tregtarët e floririt dhe te silver. Kemi tani silver që do ta mulojmë. Mulojmë herë floririn, pastaj silver. Shikoni vetë që silver ka ndjekur anën e kundërt të dollarit në këtë rast, vetëm rritje dhe vazhdon të rritet për gjërat që ne diskutuam gjatë segmentit për analizë fundamentale dhe ngjarjet kryesore. Shumë eufori dhe mendoj që shumë shpejt duhet shitet dhe do lodhet. Kjo është floriri, thënë se po thoya silver, floriri. Kleo tha që do shkoj deri te 5 mishja, ka potencial që shkoj deri aty, zonë psikologjike, do të jetë pak më lart, por
shumë e rritur këtu në çfarëdo lloj orari që mund ta shikosh dhe te mujori, nuk është që ka ndonjë shikoj çfarë rriti te mujori. Ka bërë që në nëntor 2023-shit. Çdo muaj në rritje. Floriri. Ekstrem. A ka qenë 1900, është 4000 ca tani, 2 fish. Ka 2 fishuar vlerën Floriri. Kërkesa e jashtëzakonshme vetëm këtë muaj është rritur sa përqind është rritur këtë muaj. S'po më tregon. Gjithsesi është rritje shumë e madhe dhe vazhdon në temi të bëhet dhe më të mëdhaja çdo muaj që ecën. Shenjë euforie, shenjë të çdo tregu që ka eufori kështu formohet dhe do kemi kujdes që mos pozicionohemi këtu. E thash pak më para që mundësia e artë ishte këtu, ose ka qenë në dipet dhe në rif strukturimet që ka bërë tregu. Jo ku jemi tani. Tani mund të trajtojmë afat shkurtër. Po kjo është një shembull shumë i qartë ku merr trendi mirë, merr mirë ndonjëherë dhe është durat nga tregu, nga euforia. Mendoj 5000 dhe unë si Kleo me idenë që mund të shkoj deri te 5000 isha në zonë psikologjie dhe pastaj të bëj rezistencë. Mund bie shitja. Po është shumë e blerë të bën ndonjë dip të paktën të videte 4700. Dhe silver pak a shumë njësoj, nuk kam ndonjë analizë që të them këtu sepse ku ka këtë lloj euforie, shijoni profitet do thoya. Kaq, po jeni plus, po jeni long. Po që nuk jeni long atë do thojë që keni kujdes sepse vazhdon euforia në këto raste, më shumë se sa mendoni ju. Atë gjë ka bë. Ja ku keni dhe silver, që vazhdon të rritet dhe më shumë. 103 ka ikur silver. Dhe do të thojë që përmendimi tim do të ulet me patjetër. Do të thotë kjo viza trendit. Që kam përzaktuar unë këtu. Thjesht të gjej momentin që akoma nuk është gati. Gjatë javës mund ta ndaj te Discordi, pa ne bëni pjesë, mos mungoni se me vërtet do merrni diçka me vlerë. Dhe po mendoj të muloj US Oil që pati rritje të mirë dhe ka filluar animin për long, më pëlqen shumë. Ja ku e keni. Thyrjet të vizës të trendit këtu. Kemi edhe thyrjet e kësaj zone këtu. Ka disa viza trendi që janë formuar, ja ku e keni. Dhe tani po hym tek zona e rezistencës finale, përpara se mund të shkojë deri te 70-a. US Oil. Këtë e kam darë te grupi që të endëm duhet. Më pëlqen. Po US Oil ka qenë një nga idet. Kemi edhe bondin 10 vjeçar që është ulur pak, që është shenjë mirë, por duket se u do bëj një val tjetër për lart, nuk ka ndalim. Bondi 10 vjeçar dhe tregon që tregu kërkon siguri. Floriri tregon që tregu do siguri. Rritja bondi 10 vjeçar tregon që tregu do siguri. Tani na duhet një ulje që ne të hym te asete pak më të rrezikshme, aksionet dhe kripto dhe këto tjera. Kaq, nuk kam ndonjë gjë tjetër për të thënë. Gjërat e tjera do thuan gjatë javës te Discordi, bëni pjesë. Është me vërtet një komunitet që do vazhdoj të rritet dhe të bëhet në nivele më të larta. E thash edhe pak më parë që kam shtuar dhe një pjesë tjetër duke ndarë portofolin tim gjatë javës për të treguar juve se si po ecën. Dhe kaq. Mendoj ta mbyllim me kaq. Kleo. E mbyllim, faleminderit gjithëve që na ndoqët. Edhe ju ftojmë bëni pjesë Discordi siç e përmendi dhe Henry. Në të vërtet aty janë informacione për gjithë ata që vërtet e duan tregun, për gjithë ata që vërtet mundohen të tregtojnë, edhe I duhet një ndihmë më e madhe, kjo është mundësia më e mirë